Për herë të parë në Vlorë organizohet një aktivitet historik siç është Giro d'Italia. Bashkia e Vlorës në bashkëpunim me Policinë e Qarkut kanë marrë të gjitha masat për mbarvajtjen e këtij aktiviteti ndërkombëtar. Janë publikuar edhe zonat ku do të bllokohet qarkullimi rrugor dhe ku nuk do të lejohet parkimi i automjeteve. Vetëm një ditë më parë u publikuan zyrtarisht edhe në televizionin 6+1 Vlora akset rrugor ku nuk do të lejohet parkimi i automjeteve dhe qarkullimi i tyre. Këtë të shtunë policia e Qarkut të Vlorës ka vendosur shirita në ato rrugë ku nuk do të lejohet parkimi dhe u bën thirrje qytetarëve që të largojnë automjetet nga këto zona. Të gjitha automjetet do të jenë të parkuara në kundërshtim me masat e shpallura dhe që nuk do të largohen nga vetëdrejtuesit, do të transportohen me shërbimin e karotrecit në përputhje me ligjin dhe për garantimin e sigurisë. Vendbazimi i mjeteve të lëvizura nga shërbimi i karotrecit, nëse do të ketë gjatë këtij procesi, do të jetë tek fusha aviacionit. Policia u lutet qytetarëve dhe drejtuesve të mjeteve për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin, ndërsa këto masa janë të përkohshme dhe në funksion të sigurisë publike dhe organizimit të aktivitetit ndërkombëtar. Shprehim ndjesën tonë për çdo shqetësim të mundshëm, si dhe garantojmë qytetarët se nuk do të ndalohen në asnjë moment për të kryer aktivitetet e tyre, por luten të përdorin rrugët alternative për të vijuar normalisht me angazhimet e tyre ditore, shpreh policia. Ndërkaq që është përcaktuar tashmë edhe itinerari se ku do të kalojë Giro d'Italia më 11 maj të dielën në Vlorë. Gara nis te kilometri 0 në Lungomare dhe përfundimi i saj parashikohet të jetë rreth orës 16:26 minuta në rrugën Sadik Zotaj. Vlora do të pres të dielën një ndër ngjarjet më të rëndësishme sportive siç është Giro d'Italia. Për këtë janë marrë të gjitha masat, ndërsa starti do të jetë pikërisht në këtë zonë ku ngjendem, ashtu si kundër edhe mbritja e ciklistëve. Gara nis te kilometri 0 këtu në Lungomare. Sportistët do të vijojnë më pas itinerarin drejt Kotës, në Brataj, drejt Qeparos dhe më pas në Porto Palermo në Himar. Do të bëhet kthimi nga qafa e Llogoras drejt Orikumit e nëpërmjet rrugës Murat Tërbaçi do të kthehen në Vlorë. Giro do të nisë rreth orës 13:15 minuta nga Lungomare, ku do të bëhet edhe nisja e pedalimit të ekipeve që do të marrin pjesë, e më pas përfundimi do të jetë rreth orës 17:26 minuta në rrugën Sadik Zotaj.